Në qendrën Evropa të Prizrenit sot është organizuar ceremonia Kosovision Contest për të bërë vlerësimin e punës së nxënësve më të dalluar në shumë lëmi për të 6 vjet radhazi. Tani e 6 vite Kosovisioni ka dëshmuar vlerat që mbart dhe ka përmbushur qëllimit të madh që t'i ofrojë të gjithë fëmijëve mundësinë që idetë e tyre të vlerësohen dhe zëri i tyre të dëgjohet. Fillimisht e pranishmit e shumë të ardhur nga komunat e Pejës, Deçanit, Gjakovës, Prizrenit, i ka përshëndetur drejtori i drejtorisë së arsimit në Prizren, Nejat Çoça, i cili ka falendëruar zonjën Katarina Washington, profesoresh nga Zvicra, e cila merret me këtë organizim. Pastaj ka theksuar se shpresojnë se së shpejti këtë organizim do ta bëjë edhe vetë Ministria e Arsimit. Ky aktivitet i cili po zhvillohet tash e 6 vite, shpresojmë që vitin e ardhshëm do të jetë aktivitet i Ministrisë së Arsimit, për çka edhe falenderoj edhe Ministrinë e Arsimit për përkrahjen që i ka bërë Kosovisionit, sepse fryma garuese edhe në të ardhmen do të jetë ajo që do t'i nxjisë nxënësit dhe mësimdhënësit për një punë. Urime suksese, urime të gjitha shkollave fituese, në veçanti voglushve që kanë treguar aftësitë e tyre. Të pranishmit po kështu i ka përshëndetur edhe zonja Washington. Dëshironi vende për të luajtur e për të mësuar. Kopshte shkollore, fusha sportive, biblioteka, sala muzike dhe klasa e shkollat të bukura. Andaj fillimi dhe pjesa në vazhdim me këtij programi është dëshmia më e fortë se si në shkollat tona kultivohen, rriten dhe prekin majat e artit, kulturës dhe dijes në përgjithësi. Unë jam e sigurt që gjeneratat të cilat vijnë pas do të ndjekin shembullin e këtyre fëmijëve të cilët kanë punuar deri më tani dhe do të kontribuojnë në krijimin e një Kosove më të mirë. Projekti Kosovision Contest ka thyrë mileniumet për të qenë hap të barabartë me shkollat e fëmijëve në tërë botën. Kështu dita ditës ecim drejt sukseseve të reja, tha zonja Ardita. Me këtë rast u shpërblyen 34 shkolla dhe poaqë mësues, siç ishin nga Peja, Deçani, Gjakova, Rahoveci, Teranda e Prizreni.